Më duket shumë qesharake kur shikoj këto njerëzit që kanë dëshirë të flasin për spiritualitet edhe për arritje të qëllimeve dhe të sukseseve. Është okej, edhe pse janë njerëz që kanë lexuar diçka apo kanë parë diçka dhe ripërsërisin. Është prapë e vlerësueshme. Do ishte më mirë nëse do ishin të aftë të përjetojnë ato që i thonë, e të kuptojnë esencën e saj. Për çfarë bëhet fjalë? Shumë njerëz që pretendojnë se mund të mësojnë si të praktikosh ligjin e tërheqjes, apo si të aktivizosh atë të vetja jote, apo çfarë praktikash të përdorësh, apo vizualizim, apo ku e diun se çfarë. Janë të gjitha, okej, janë të pamjaftueshme, por një gjë shumë e rëndësishme që kemi nevojë të gjithë ne ta kuptojmë, është që ligji i tërheqjes është krejt natyral, edhe ne përdorim atë vazhdimisht 24 orë dhe prandaj ti ke jetën që e ke. Ti e ke atë jetë që e ke, sepse ti e përdor ligjin e tërheqjes ashtu si ti e përdor. Në bazë të kujt? Esenca e saj, në bazë të bindjeve në percepcionin tënd. Në bazë të bindjeve të tua për gjithçka. Bindjet e tua të brendshme klasifikojnë realitetin tënd. Prandaj nëse ke bindje që ti nuk vlen, nëse ke bindje që ti nuk je i mjaftueshëm, nëse ke bindje që ti nuk do ja dalësh me një situatë, janë bindjet e tua që aktivizojnë këtë ligj 24 orë vazhdimisht dhe kur ti je në gjumë, që ti të mos kesh asnjë rezultat. Është kaq e thjeshtë. Ligji i tërheqjes nuk është një gjë që ti do të bësh diçka për ta arritur. Ti je duke e bërë 24 orë atë në bazë të bindjeve të percepcionit tënd, gjërave që ti beson brenda vetes tënde, që ke ngulitur aty që janë kështu. Ato duhet të thyen ato bindje dal nga dal dhe gradualisht, që ti ta praktikosh më së miri atë ligj të tërheqjes që ti 24 orë përdor. Prandaj, një nga mjetet më të mira që kemi në shoqëri është meditimi transcendental, që jam krenar dhe i lumtur të them se ka një vlerë të jashtëzakonshme për aktivizimin e këtyre ligjeve natyrale të natyrës te ne për të arritur lumturi, për të arritur sukses, për të arritur mirëqenie, për të arritur shërim. Ndihmon shumë edhe të zgjon trurin, duke u lidhur më shumë me të vërtetat e jetës brenda teje. Ju uroj një ditë të mbar edhe të ligjin e tërheqjes thjesht e ke aty 24 orë. Je duke e bërë vazhdimisht. Kuptoj atë. Vetëm kupto të vetja pse e kam kështu si e kam të realitet. Pse e kam kështu si e kam? Kush janë bindjet e mia që kam brenda vetes si kam këtë realitet? Që më përsëritet e njëjta gjë vazhdimisht. Ju uroj një ditë të mbar, shihemi nesër.